Atëherë, faleminderit që jeni këtu në shkollën fillore Meto Bajraktari këtu në Prishtinë, të cilën shkollë e frekuentoj shumë shpesh për shkak të 2 djemve të mi, të cilët vijojnë mësimin në këtë shkollë. Unë sapo ushtrova të drejtën time të votës, me këtë rast ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në komunat pra ku jemi në ballotazh përfshirë në kryeqytet, që të dalin dhe ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Sot është dita e tyre, sot është dita kur ata përmes votës së tyre vendosin se kush do t'jenë kryetarët e komunave përkatëse pra në Republikën e Kosovës. Prandaj ky proces gjatë shumë pak minuta, siç edhe e keni parë. I ftoj që të dalin, ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës qetë, sepse situata siç duket është shumë mirë, pra një ambient shumë i mirë, shumë i ngrohtë, edhe dita është me diell fatmirësisht tani po përmirësohet. Prandaj uroj që edhe sot të jetë një ditë e bukur, që të mos ketë asnjë problem gjatë këtij procesi. Kosova është shembull se si organizon zgjedhjet në Republikën e Kosovës, prandaj faleminderit dhe uroj që gjithçka të shkojë mirë e mbar.